Premiera e filmit më të ri shqiptar ADN nuk ishte asgjë më pak se një ngjarje e ngjashme në kryeqendrat e kinematografisë botërore. Yjet e produksionit shkëlqyen në tapetin e kuq. Ngjarja kulturore bëri bashk figura të artit, politikës, medias, biznesit dhe jetës publike. ADN vjen me profesionalizmin e producenteve Eriola Doçi dhe Rike Roçi, që sjellin ndjenjë, përkushtim dhe një rrëfim për ëndra, sakrifica dhe kërkimin e vetvetes. Sonte pres që ta përqafojnë këtë projekt ashtu sikurse ne kemi hedhur djerë dhe mendoj që kur i bën gjërat me shpirt del vërtet një punë e bukur. Më në fund pas shumë sakrificave po realizoj ëndrrën time. Regjizori Lindar Kaja u shpreh se ADN lindi nga dëshira dhe pasioni i producenteve për të sjellë një histori të ndërtuar mbi ndjenja të forta dhe realitete të prekshme. Ideja e këtij filmi dhe ajo çfarë ne presim të marrim nga publiku janë shumë mesazhe bashkë, duke filluar nga rinia se si vijnë nga rrethet edhe përfundojnë në Tiranë duke përballur me egërsinë e Tiranës, por edhe ajo që është më e rëndësishmja është lidhja e fortë e gjakut që dashje pa dashje kudo që të jesh ajo të therret edhe është aty për ty. Të pranishmit u shprehën të emocionuar duke e cilësuar ADN-n si një film që prek zemrat dhe rikthen besimin tek vlerat e vërteta. Jam tmerrësisht i lumtur me aq sa kam parë dhe me gjithë skenarin e filmit di që është një super histori që do të preki dhe do të kënaqë shqiptarët njëkohësisht. Them që filmi do jetë shumë i bukur. Do zoti kthehet në sukses dhe pse jo të vazhdojë. Mes duar trokitjeve dhe emocioneve, ADN la një shije të bukur tek publiku, duke dëshmuar se kinematografia shqiptare po rritet me projekte që mbartin mesazhe të thella, sepse, siç thotë edhe vetë mesazhi i filmit, sido që të vijeta, familja është gjithmonë aty,